24 orë duhet t'jesh gazetar. Madje, ajo qika Lotina, po. Le ti mbyll vesht ose bënë bornore. Dhe kur qënë dashuri, je gazetar. Do më thonë s'ka kufizime. Po. Telefoni hapur gjithmonë, me këto mobilat të kry. Mendja dhe telefoni. Dhe dashuria për profesionin. Dhe ti je në shërbim të dëgjuesit, të shikuesit, të lexuesit aso kohë kur kishim gazetë, që tash se kemi, që kjo është ndryshe. Unë kom pa gazeta edhe para sa vjetëve, edhe në Vjenë dhe ndaj i qesin. Këtu të na, më falë që dola prej te. Një rilindje, 2004 kanë bo, le thonë Gjako, me nxerë, edhe, ja ma isha saj gazetë, ka panami, titiste, komuniste, viti 2004, në kuvend, është bisedu në një zyrës, po të me emna, mos me citë ma. Dhe rilindja, sot nuk është as në internet. Në Makedonia, prej Macedonis, e Dejte, Delo, Ljubljan, janë gazetat ka një shtetërore ditore. Në më thonë që vazhdojnë tjë. Po, këto deri Delo. Në internet është një pasyr e eqës së një shteti, së një kombi, së një vendi. Na nuk e kemi. Atëherë, ta bëjmë një krahasim, gazetaria dikur dhe sot. Sepse vazhdojnë normalisht me qenë ligjerus për gjeneratat e reja. Sot, për gazetarinë, sot e folë ti, për gazetarinë atërë të folja pak, pa me folja një, di sa ka kuptim. Pasi ka, unë, me thonë drejten, edhe si lexues, si ndëgjues, ka radio pak ma pak, po televizionin e përcjelli. Edhe këtu, që i thonë të dritor Agolli, Knej dhe Madhandrinit. Po. Ashtë fillu mirë, po të flasë për vitet e kaluarë. Mirë po, edhe atje, e këtu edhe ma shumë, ka rënë në ndikimin e politikës për diçme. Në më thonë politika ka ndikim në aspektin medial. Unë i kom që fjallë njanit prej. Njerëzve atje, ndonë, s'po shoh rreth jush, më shta, jam gabim, ushëm, kërgoj fali. Këshiltar të rangut, Femi Aganit, ndjerë. Po. E meren, do emne të tjilë, dhe Shastafilec që tjerë. Dhe shteti du të bëtë për jarë, du të me i shfrytëzu që është pasuri kombëtare, intelektuale. Po.